Shikues të nderuar, përshëndetje, jeni me emisionin Fjala dhe Faktet në kuadër të Isarit online. Mysafiri juaj dhe joni sonte është një biznesmen, por që kohëve të fundit është futur edhe në politikë dhe aktualisht është kandidat për deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës. Ai vjen nga Suareka, nga komuna Suarekës, dhe ai është Arben Gegaj. Zoti Gegaj, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Zoti Gegaj, pse një biznesmen në politikë? Çfarë të shtyri që të hysh në politikë? Po, me thonë drejtën u bo një kohë gjatë që merremi me biznis, një kohë edhe si menaxher, si punëtor, qysh komplet gjenerata tona, qysh kemi punu, qysh jemi zhvillu këtu. Edhe rrethi familjar, shoqëria, njohurit me shokët në politikë që janë sidomos Partinë Demokratike, më ka tërheq politika edhe e mendoj që prej sektorit biznesit, Parlamentit Kosovës i mungojnë njerëz sot që duhet me dhonë kontribut më të madh, se na jemi çdo ditë në terren edhe jemi me hallet qytetarëve çdo ditë. E dim prej një punëtorit, ndërtimtari në punë të vrashta që thojmë na, e deri te zyrët se çka i nevojitet Kosovës më shumë, tregut punës më shumë. Po, ju keni qenë edhe në herën e kalume, në zgjedhjet e fundit kandidat nga Partia Demokratike. Si e keni kaluar atë fushat të parë dhe si është Partia Demokratike në Kosovë, në Suarek, po dhe në Kosovë vlerësimi yt? Për mua, unë jam jashtëzakonisht i kënaqur me zgjedhjet e kaluara për në Suarek për Partinë Demokratike. Na kem pas një ngritje prej zgjedhjeve të nëntëshkurtit, edhe pse po thuhet që domethënë janë lodh njerëz jashtëzakonisht shumë me fushata të shpeshta, me zgjedhje të shpeshta, po na kem rri me një aktivitet shumë të mirë me kryesinë e Partisë Demokratike, me kryetarin Lardanin, me shumë tjerë, e kem ngrit për dikun 20-25% e kem ngrit Partinë Demokratike në Suarek. Për mua ka qenë pak më e rëndë se fundi i vitit është çështja e biznesit që mbyllet viti, ka qenë ngarkesë shumë e madhe dhe koha shumë e shkurtë, po për mua si herë e parë është mirë, kam rri diku rreth 8000 vota, dhe konsideroj që tash është koha më e mirë, më e përshtatshme, dhe besoj që kemi me dalë edhe shumë më mirë tash kësaj herë. Po, çfarë është gjendja për shembull në komunën e Suarekës, sepse secili përfaqësues i Parlamentit të Kosovës një fokus të vetin e ka pikërisht prej atje nga vjen. Po si e vlerësoni ju gjendjen e përgjithshme të zhvillimit ekonomik dhe politik të komunës së Suarekës? Po Suareka ka njerëz shumë punëtor, edhe sektori privat ka bë punë shumë të mëdha që shumicën e rasteve kanë detyruar ndoshta edhe shtetin, domethënë komunën ose ministritë e caktuara me përcjell me ligj më shpejt. Domethënë sektori privat për mua është para sektorit publik në zhvillim, sidomos mungon infrastruktura ligjore, është e theksuar hala burokracia, edhe pse në Suarek këtu i falenderoj njerëzve të vullnetit mirë, njerëzve diasporës, është dhënë një kontribut shumë i madh, ka biznise shumë suksesshme në Suarek, edhe domosdoshmërisht mandej edhe komuna zhvillohet, po edhe komuna Suarekës është menaxhuar mirë në infrastrukturë të rrugëve, edhe në infrastrukturë ligjore është munduar na përcjell, domethënë punë që i kemi pas me komunë, shumicën e herave kemi gjetur një bashkëpunim të mirë. Ju përmendni vazhdimisht atë aspektin lokal të zhvillimit, po çfarë do të thotë për juve nëse do të zgjedhni deputet angazhimin në zhvillimin lokal pikërisht komunës Suarekës? Po tash njëri prej secilit vend që vjen i din problemet më të mëdha, çka janë edhe hallet e njerëzve që janë pak më shumë. Unë besoj shumë që kemi me dhënë një kontribut shumë të madh. Ka shumë Suarek që mundet më punu shumë, qofte pastrimi lumeve, qofte impiantët, që unë jam me profesion inxhinieri hidroteknikës, të impiantët e pastrimit ujrave të zeza që mungojnë shumë në krejt Kosovën, e shumë edhe në Suarek. Unë besoj që kemi me dhënë një kontribut shumë të madh të zhvillimi i biznesit lokal, të lehtësirat në procedura burokratike, komunikimin se shpesh ka mungesë komunikimit mes institucionit lokal Suarekës me ministrinë, ku domosdoshmërisht janë do rregullore, do ligje që duhet më miratu në ministri për me vazhdu komuna. Unë besoj që në çfarë drejtim kemi me dhënë një kontribut shumë të madh me kriju një urë edhe komunikimi me qenë sa më i lehtë për me lehtësu procedurat edhe zyrtarëve të komunës Suarekës. Çfarë ju ka mësuar sektori privat që e keni si një vërejtje që i mungojnë qasjes e institucioneve qendrore, po aty në lokale?
Po sektori privat, deshtëm mas luftës e ka marrë një hovë shumë të madhë zhvillimit, edhe pse unë atëherë i ri mirë po jam konë ngjarje se çysh po zhvillohet, çka po bëhet, edhe na nuk kemi konë shumë përgatitën për këtë tranzicion shumë të madh. Edhe në institucionet komunale dhe shtetërore nuk ka njerëz shumë me përvojë prej sektorit privat. Sektori privat unë menoj është lokomotiva e zhvillimit vendit, ku sidomos me qeverisjen e fundit është lënë shumë anash, edhe janë bërë shumë pengesë procedurat burokratike të zhvillimit dhe pengesat, qoftë pagesat e vonesa pagesa, qoftë vonesa e shqyrtimit një kërkeset, një lande të caktuar, domethënë presish për një përgjigje 60 ditë, 90 ditë dhe nuk ka përgjegjësi kërkush. Shpesh kam dëgjuar ankesa nga biznesi privat pikërisht për neglizhimin e punës tyre nga ana e institucioneve. A mendoni se pikërisht në kuvendin e Kosovës, po edhe në institucione tjera, mungojnë njerëzit që kanë një përvojë dhe apo eksperiencë nga puna në aktivitete biznesore? Po tash qeverisja kalune, unë po flas për mandatin e plot që e kanë pas për 2021-s, na kemi diskutuar me njerëz që kemi nejtë për shembull mbi 30 deputet kanë hinë punë për herë të parë, domethënë kanë qenë llogari bankare për herë të parë. Edhe shumica prej tyre janë me shkollë të mesme, padesh me ofendu kërkan, mirë po në parlament unë besoj që duhet njerëz që janë me përvojë jetësore, e jo do njerëz që kur puna marr kërkush si ka thonë, apo me marr njërin, okay, kanë marr votat në rregull, jemi në sistemi demokratik ashtu, mirë po domthonë janë diku mbi 30 deputet që ka qenë edhe përmes media që për herë të parë kanë qenë llogari bankare me dorëzu në administratën e kuvendit. E pe atyre nuk mundesh me prit ndaj zhvillim. Sa ata nuk e dinë as porën e zhvillimit të sektori privat edhe në sektor publik se çu zhvillohen proceset. Na jemi shtet kapitalist, çu duhet mi shty proceset përpara. Thuhet se boshti kurrizori një zhvillimit ekonomik është pikërisht biznesi privat. Sa çështjet tona politike, klasa jonë politike e ka kuptu këtë domosdoshmëri që të aktivizohet përmes legjislacionit apo përmes formave të ndryshme legjislative që ta stimulon biznesin privat, se fundi mran biznesi privat me mbush arkën shtetërore. Tash qasja e zyrtarëve aktual që janë pushtet e që lëvizjes vetëvendosje e ka një qasje shumë të gabune, veç kur të është puna me dalë më livdu që ka që kemi inkasu prej doganave, që ka që të vëshë, dalin edhe mburën me atë punë, kur nuk e përmenin që qato dogana, qato të vëshë e ka sjallë sektori privat. Domethënë është sakrifica e njerëzve që punojnë pothuajse 24 orë, ballafaqohen me procedura burokratike, doganore, shpedicionit, transportit, edhe Ministri Financa ose Kryeministri veç del livdohet që na kemë bërë që kaq buxhetin ose që kaq dogan, po kur sektori privat na jemi që tu jetojmë edhe keni pasë sa pak vizitohen bizneset private nga qeveria aktuale edhe përkraje ka në zero. Si e përjetoni personalisht edhe ju, po edhe në përgjithësi miqt apo bashkëpunëtorët e juaj që me të cilët keni komunikim përditshëm, si e përjetojnë këtë birokraci të cilën shpeshherë në media kanë teksuar dhe odat e caktuara ekonomike në Kosovë, si oda ekonomike e Kosovës, madje oda amerikane, oda gjermane, tjera që funksionojnë brenda për brenda këtyne. Ju personalisht si e përjetoni këtë birokraci? Me thonë drejtën për shumë njerëzve që kemë nejtë për neve u konë e pabesueshme, po që është ajo hajtë edhe sot, hajtë edhe nesër, shkoj një mandat i plot, qatë shumë pa të nëpremtu, sa që në opozitëve të vendosja që edhe na që ishim parti tjera menojshim që për një me do të banë që ashtu, mirë po as 5% atyre nuk është zhvillu, nuk është përkra sektori privat, edhe ka sjellë vështirësi shumë të mëdhaja. Kur të presish diçka shumë, edhe mandej zhgënim është total, kem për shembull vitin e fundit që pagesat mbi 200 milion euro janë thesar bllokume që nuk janë kanë pagu sektorit privat për punë që i kanë kry, edhe na jem dëshmitar që jem të jetu që tu, e ki autostrada për Gjilan që s'po di kërkush mo çka me thonë, as kryeministër, as ministër nuk merr përgjegjësi kush për atë punë, nuk dalin me raportu kërkujna për atë punë, e ki rrugën për Dugaxhin që është bë mbi 10 vjet, kërkush prap nuk merr përgjegjësi për atë punë, edhe sektori privat zhvillohet për investimeve kapitale. Domthon ka shumica kompanive që janë kriju me punu për investimet kapitale. Tash më shumë punon ndoshta komuna e Ferizajt, komuna e Suarikës se sa komplet qeveria e Kosovës me gjithë atë buxhet. Po konkretisht, për shembull, qeveria Kurti,
Cilat janë që do i përmendet ju për shembull disa rrugë, se funim ram zhvillimi ekonomik nuk mund të realizohet pa pas një infrastrukturë adekuate. Edhe ju i përmendet rrugët. Po konkretisht për shembull në çka më tepër ju mungon përkushtimi i qeverisë për avancimin e sektorit privat të bizneseve të tjera. Shumë ma lete kishna pas me folë si kur t'kish bo diqka. Po nuk di njeri kam janë gjitë që saj qeverie, ani pse 6-7 po unë gjithë fokusona të qaj mandati plot 4 vjeqar. Dhe më thënë është folë për Trepçën, ka shku kryeministri ka folë për Trepçën, sot i ki minatorët e Trepçës që e pam sindikatën e minatorëve prej 2019 nuk ju ka pagut trusti minatorëve, nuk është blej asnjë mjet. Ju e dini sa është folë për Trepçën, është folë për Kekon, është folë për kamushu bordi AKP-s, tash u bo prap bordi AKP-s, nuk ka asnjë sen që dim me tregu. Për një me ishna konë shumë i knaqën me thonë, jo pse jem kundërshtar politik, po kishna thonë, po e ka bo që tonë. Po sa i përket sektorit privat, investime kapitale, zhvillimit venit, nuk di që me përmend që tonë e ka bo të mire. Po dominon një parafrazim, po e vaj kështu të perceptimit qytetarët, sidomos të bizneseve, ku qeveria Kurti në këtë rast, kur është në raport me bizneset, si kur ka një farloj averzioni ndaj tyre. Mandej disa biznese që në forma si kanë mrinja ata janë çështje institucioneve, por që janë shumë të suksesshme, i ka fillu t'i quaj me terma që i kemi dëgju vetëm në kohën e socializmit. Jo oligarke, jo kështu, jo ashtu, si kur ka kriju një farloj averzioni ndaj bizneseve të suksesshme në Kosovë. Si do t'ju përgjigjeshit një perceptimit e tillë, jo vetëm të qeverisë, po edhe të qytetarëve. Është e vërtet, kjo çka kem dëgju na njëherë sa kanë qenë edhe në pozit, po na ke menu që do të ndryshon qasja kur vetë ballafaqohen. Mirë po e kem pa kryeministrin kur mas 4 vjetë e pushtet, kur i fiton prap zgjedhjet, edhe del prap tu e shajt opozitën edhe tu e shajt oligark. Na jo që kem marrë për kraje në herë, po për kundrazi jemi konë të anatemun, edhe të shoqëria jonë jemi identifiku si njerëz të krimit, mafia, betonit, oligarkat. Po unë e menoj që këta e kanë konceptin socialist edhe është një grup e njerëzve që kur njetë që thash edhe ma herët nuk kanë punu. Edhe ata nuk di çka është me uqu në 5 mëngjes në 6, edhe me dalë me prit bagerin, me dalë me prit pompën e betonit, edhe me përfundu ditën në ora 1 të natës. Dhe më thënë me punu 17 orë, 18 orë, dhe 20 orë me najtë na për punishte, bizneset ndryshme, jo veç ndërtimtarisë, po unë po flas më shumë për ndërtimtari që i ballafaqona vetë me këtë punë. I kem na njerëz të Suarekës që janë eksportojnë, për shembull e kemi Frutexin që eksporton mbi 50 vende të botës. Pse ti si koni zoti me bo qatësen? Pse tash e akuzon dikon tjetër pse e ka bo? A njëri që ka pas për një me, që ka traditën e punës, na dihet si Suareka si vend ka biznise shumë sukseshme edhe na për Evropë edhe na për botë njerëz të Suarekës, e pse koka e pamundur me bo këtu. Është koncepti shumë i gabun i qeverisës vetëvendosjes me një tendencë shumë të madhe që thjesht na njihemi mes veti. Edhe me të pa një njeri si kriminal pse ti po ndërton, veç këta ditën me prunqët marifet këtu të na. Po, do të preki një çështje pak ma thelbësore që ka të bëjë dhe që e ka ataku konkretisht në mënyrë flagrante pikërisht biznesin ose kompanitë private. Që thash më parë janë motori i zhvillimit ekonomik. Pa to nuk do të mund të flasmi për zhvillim ekonomik. Liberalizimi i tregut energjetik. Ne e dim që kem pas një krizë dhe vazhdojmë të kem krizë energjetike, sipas informacioneve që japin edhe media tjera, dikon 1 miliard euro është ble energji elektrike. Në anën tjetër, ky liberalizim i tregut energjisë ju goditi mas shumë juve. Unë kam dëgju personalisht, kam dëgju një deklaratë të një biznesi, s'po du tash me bëj emër, kur thot mu ka shtu kostoja prodhimit për 300% falë ngritjes së çmimit të energjisë elektrike si rezultat i liberalizimit të tregut. Çka ka ndodhur kjo pikërisht tek ju në biznesin e juaj, por edhe të ju keni me siguri edhe asociacione që flisni për këtë çështje. E para, kalimi në liberalizim të tregut ka kalu për një kohë shumë të shkurt, pa qenë të njohurit, pa i pas bizneset private, pa punu shumë me biznese private mi para përgatit. Mandej na kem qeverin Kurti që
ka shku është Krekos, kryeministri flem mbi Thëngjill rryma Shtrenj. Edhe kërkush nuk e ka bo men që i njëjti kryeministër do të vjen qatë shumë që tash prej 20 miliardëve që dihet për periudhën 6 vjeçare që i kanë shpenzu, dihet që mbi 1 miliard kanë shku veç mbledhje të rrymës. Kjo i ka godit shumë sektorin privat, e ka çrregullu planifikimin. Për shkak nëse një biznes ka planifiku të fitimin 120.000, 150.000 një vitit me investu një makineri tjetër, ajo ka dështu në start. Për që ato edhe kem të lashe na që tash bizneset si Çuari, kësi të venit, për shkak nëse ka ardhur një biznes me prodhim 5.000 euro rrymë, tash është 15.000. Domthonë ai planifikimi që ka qenë për me investu fabrika të reja ose në makineri të reja, ajo është tash i pauzun të shumica prej bizneseve. Nuk kem qenë të përgatitur për këtë ndryshim që ka është madh. Me njëherë si është shtrejtu rryme, neve na kanë ardhur emaillat, është shtrejtu betoni, është shtrejtu knaufi, janë shtrejtu materialet, po flas për sektorin që unë e ballafaqona. Edhe ka has vështirësi se ti nuk mundesh me njëherë me ngrit produktin që ti e tu e shit. Kënena kosto të ka ngrit, është shumë problem, duhet me kalu kohë 5 muaj, 6 muaj që blerësi më pajtu me qatë produktin e ri. Edhe ka fuqia blerëse bjen, këne vështirësohet prodhimi tepër më shumë. Zoti Gega, po kthehemi përsëri te aspekti lokal i zhvillimit politik. Ju jeni kandidat nga Partia Demokratike, i propozuar nga dega Partisë Demokratike në Soarek, dhe ju njëkohësisht jeni si parti në koalicion me Aleancën për Armërinë e Kosovës. A keni ndonjë vlerësim për bashkëpunimin dhe ecurinë e punës dhe menaxhimit të çështjeve dhe problemeve qytetare të komunës së Soarekës me që jeni në koalicion me partinë fituese të zotit Balimo Aremaj? Me të thënë drejtën, unë nuk kam qenë pjesë e strukturave të degës, unë kam qenë kryetari në degës studençan, edhe koalicionin e ka kryesia e degës Partisë Demokratike, po në mandatin e kaluar kem pas 2 drejtori, drejtorinë e financave dhe të pronës, ku drejtorat kanë tregu një punë jashtëzakonisht madhe, po edhe tash sa kam informacion që rrim me drejtorat janë të bënë një punë shumë të mirë, edhe di që ka një bashkëpunim shumë të mirë me kryetarin Aremaj. Bëra për këtë pyetje për arsye se ju në startin e fushatës, e cila do të fillon mbrana pak ditësh, do ta nisni pikërisht nga Soareka, mbas edhe do të duhet të ishite informuar dhe sa keni mbështetjen sepse ty të duhen edhe informacione për me dalë me bind qytetarin që me të votu ty. Sa jeni të koordinuar me degën e Partisë Demokratike këtu? Unë kam mbështetjen e plot degës Partisë Demokratike, po tash është të bë fjalë për zgjedhje qendrore ku, domethënë, pak kemë me zgjedhjet lokale, domethënë nuk janë zgjedhje lokale. Unë prapë theksoj e falenderoj kryetarin Dartan Berisha që tash është edhe shefi i shtabit, edhe zgjedhjet e kaluara edhe prej drejtorave dhe prej kryetarëve të nëndegëve na kemi marrë një mbështetje jashtëzakonisht madhe. Tu e falenderoj edhe profesorin Hoxhaj që më ka dhënë mbështetje, profesori Enver Hoxha, i cili prapë tash është kandidat. I kemi edhe 2 kandidatë tjerë, Skender Hoxhën, kolonelin e Forcës Sigurisë Kosovës, edhe zonjën Sevdije Hoxha, edhe ata janë kandidatë mirë. Po mu personalisht kom pas jashtëzakonisht për mbështetje shumë të mire prej degës, pasi që edhe në degën e Partisë Demokratike është një gjenerat e re me cilë kemi punu kohë gjatë bashkë dhe kemi një mirë kuptim shumë të mirë. Pra përnalim edhe pak se jesim mbarë që me siguri publikut, si është marrëdhënia mes gjeneratash mbrenda degës partisë? Se zakonisht gjithmonë një gjeneratat e reja, po shpesh herë të vjetrit s'pëlqejnë pe. Flasin gjeneratat e reja, po s'pëlqejnë pe. A o ky fenomeni pranishëm tek? Te dega e Partisë Demokratike në Soarek nuk e kemi çet problem, se tash s'mundesh mi thonë më gjenerat e re se i ka bë 40 vjet, 42, realisht ai prej moshës 16 vjeçare veç ka fillu mu inkuadru qoftë rinin demokratike, të ngjit në atë kohë postera, të bo reklamat e ndryshme, kështu që tash gjenerat po doket e re mirë, po në përvojën politike e kanë mbi 15 vjeçare, edhe janë të harmonizuar pasi është një periudhë shumë e gjatë e bashkëpunimit. Nuk e kem theksuar këtë problem me gjenerata. Po presupozojmë, zoti Gega, se ju do të fitoni votat për të zgjedhur në Parlamentin e Kosovës. Si do ta kemi Arbenin kuvend? Çka do të ndryshojnë nga sot kur do të jesh në kuvend? Po, Parlamenti i Kosovës ka mbledhje një herë në javë, kështu që unë prapë 6 ditë javës jam në Soarek, jam në Studençan, jam në Prishtinë,
kam i përcjell punët e mia, do të mundona me dhënë kontributin me qenë zani i qytetarëve të Suarekës, me komunikim me kryetarin, bashkëpunim me pushtetin lokal, me i përcjell kërkesat e pushtetit lokal edhe me adresu në adresat caktune dhe me i shty proceset sa më shumë përpara për nevoja qytetarëve të Suarekës edhe në përgjithësi të Kosovës. Po konkretisht çfarë do të bëni për biznesin? Si do ta ngritni zonin? Do të jeni konsekuent që biznesi privat të ketë lehtësira të caktuara për shembull për të pasur sukses në afarizmin e tyre? Po vetë koncepti i Partisë Demokratike është që përkrah zhvillimin ekonomik, sidomos tash kandidati për kryeministër Bedri Hamza që ka një program jashtëzakonisht madh për lehtësira për bizneset, kështu që vetë si Partia Demokratike kanë konceptin kapitaliste dhe unë besoj që bizneset kanë me përjetu një zhvillim shumë të madh, një mbështetje shumë të madh, qoftë lehtësira përmes administratës tatimore, qoftë përmes subvencionimit të bizneset start-up, të bizneset e mesme, e cila është e mundshme, edhe kishme qenë një infuzion shumë i madh për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Pyetja e fundit, me që minutat na ikin, zoti Gega, është kjo. Si e hap dhe si e mbyll një ditë pune dhe aktiviteti Arben Gegaj? Unë zakonisht qohem mëngjes para orës 6, ushtrimet e mëngjesit një 45 minuta një orë, në zyre jam 10 në 8, takime në rrugë, jam para ditën Suarek, pas ditën Prishtinë, ka ditë që përfundojnë 6 në banesë, ka ditë 9, 10 në mramjes, kemi një aktivitet jashtëzakonisht madh. Po tu ju falendëru familjes që jemi rrit në familje që kanë qenë punëtora gjithë edhe rreth i Suarekës, e kemi një energji shumë të madhe, një energji shumë pozitive për me punu edhe mos mu lodh. Zotë Arben Gega, ju falemderit që ishit në emisionin tonë, ishte kënaqësi që ishit në studion tonë. Falemderit shumë edhe për juve, ju uroj punë të mirë. Shikues të nderuar, ishim me kandidatin për deputet nga Partia Demokratike, Dega në Suarek, zotin Arben Gega. Ju falemderit për vëmendjen e juaj.